merri kullat, që ne i quajmë monumentet të drogës dhe korrupsionit. Është e faktuar që 80% ose më shumë e financimi i tyre nuk vjen nga bankat, vjen nga nën toka. Vjen nga nën toka me bekimin e Edi Ramës. A e dini ju kush është në këmbësja e Ramës për lejet dhe për projektet? Ajo është zonja Roko, motra e 2 lejtnantëve të Suelçels. Faktikisht, lejet e ndërtimit dhe projektet i menaxhon Edi Rama me Suelçelën. Kjo është e vërteta. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Zero tolerancë. Ata do të kenë atë fat që kanë patur bandat në vitet 2008, 2005, 2013. Kudo që do, sot ata janë të lirë. Sot, Suelçela bën ligjin në lagjen e tij. E dini gjithë Thelbasani përveç Matrix, përveç ky Proda, Matrixi i policisë, edhe Dumani i skapit se nuk dinë se ku ndodhet ai. Ai është i lirë. Altin Hajri është i lirë. Dhe kërcënon njerëzit rrugëve. Troplini drejton de facto portin dhe lojrat. Po e mbush Durrësin 4 anë me lojra fati, që ndanë të ardhurat me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Bajrët po shndrohen në një bankomat për shpërndarjen e narko-eurove sipas ligjit të bandës. Plum Gjoka nga Qelia drejton bandën e bandit e tij në Velipoj. Ta harroj. Mbi ta do rëndoi të mërshëm krimi elektoral, ta mbajnë më mirë. Përveç krimeve tjera, vepra më kriminale do konsiderohet pas vrasjes krimi elektoral.